Një njeri ndaj të cilit rëndojnë të gjitha djallëzit më të mëdha të shkaktuara ndaj këtij vendi. Që nga bashkëpunimi me Slobodan Miloševićin për ta furnizuar makinerinë e tij luftarake me naftë, dhe kujtoj këtu një deklaratë të presidentit Thaçi, i cili tha se marrëveshja Berisha-Milošević solli arkanin në Shqipëri dhe kompania shqiponja e Partisë Demokratike thyu embargon në pronësitë PD-s. Më pas përndoqe ushtar të UÇK-s, ish komandantin Thaçi, Zahir Pajazitin, apo edhe akuza për vrasjen e ushtarit të UÇK-s Ilir Konushevci. Dhe më pas vjen dhe ky financieri këtu, vjen financieri kur ja ku e ke Tritanin, e ka thënë me zë dhe me figurë Tritani se unë dhe kryeministri Meksi i tham Berishës që Sudja nuk çon parat në bank. E ke me zë dhe me figurë. Dhe Berisha na tha, mos u shqetësoni. Sudja është në kontroll të plot të shikut, parat në fund u zhdukën. Ku u zhdukën parat? Dhe pastaj hapet depot ushtarake dhe më pas edhe deklarimi i dy pilotëve Ardian Elezi dhe Agron Dajçi, të cilët në 3 mars 1997 kur ti këtu por i zgjedheshe president, kishe dhënë urdhër për të bombarduar jugun. Ky je ti. Dhe që prej asaj momenti ti ndoqe këtë strategji. Strategjia jote ishte bëj pis kundërshtarin.